një person që fal namaz, bën dhikr, lexon Kur'an, por nga ana mjeku diagnostifikohet me depresion, thot kur e dim neve që njeriu që është fetar nuk ka depresion. E ke keq kuptu meselën e depresionit. Nëse është si shkak i gjinëve, magjive, këtyre kësaj botës së padukshme, atëherë themi parimisht nuk duhet me pas këto probleme personi i cili është fetar. Feja i pengon këto gjëra, por ndodh që ana shëndetësore e trunit njeriut, domethënë ana psikologjike e tij, mi pas këto gjëra me u paraqit, se na themi njerëzit që falin namazin parimisht nuk i kap magjia, por a mund t'i kap? Po, mund t'jetë sprov. Andaj edhe diagnostifikimi me depresionin një personi i cili është fetar mund t'jetë sprov nga Allahu xhaleshanu për çat personin. Pra nuk e përjashtojmë mundësinë, por themi mundësia shumë e vogël, nëse është se na kemi njerëz që falin namaz, po kërkon nuk e ka yekinin, bindjen, lidhjen e tij me Zotin. Se ka kërkon, një sprovë më vogël bjen për sprovës. Pas që lexon Kur'an, por thjesht i ka diçka të jashtme, jo anën shpirtërore nuk e ka shumë në rregull. Prandaj na shohim njerëz që në sprovën e parë bin. E të kundërtën shohim njerëz të cilët janë të sprovuar tërë jetën, edhe kur nuk dorëzohen edhe apet vazhdojnë jetën normale dhe ti çuditesh me ta. Pse? Sepse thellë në zemër e ka këtë lexim Kur'anit, këtë namaz. Pra, ka vend për diskutim edhe për sqarim kjo që e ke përmend ti.